Aleksi gjithmonë e dinte se donte të bëj polic kur të rritej. Ndërsa rritej, planet e tij profesionale nuk ndryshuan dhe ai vendosi se donte të bëhej ose detektiv ose specialist i skenës së krimit. Babai i tij gjithashtu kishte qenë polic dhe vdiq tragjikisht gjatë shërbimit. Nëna e Aleksit, Ana, nuk donte të njëjtin fat për djalin e saj, kështu që ajo kurrë nuk ishte entuziaste për planet e tij. Megjithatë, ajo kurrë nuk e bindi të heqë dorë. Ajo shinte sa shumë ai e donte atë ide. Por jeta ndërhyn. Kur ai shkoi në Akademinë e Policisë, komisioni mjekësor zbuloi probleme me zemrën e tij, që shkaktonin probleme me tensionin e gjakut. Kjo është e çuditshme, mendoi Aleksi. Djem shkëlqyshëm dhe kur nuk kam pasur probleme shëndetësore. Ndërsa ai po i nështroi ekzaminimeve shtesë, Akademia ndaloi pranimin e aplikantëve. Mos u shqetëso biri im, do të hysh vitin tjetër, i tha Ana. Ndërkohë mund të më ndihmosh të rinovoj apartamentin. Ajo ishte ende relativisht e re, por kishte probleme me nyjet. Artriti i saj po përparonte dhe po bëj gjithnjë më vështirë për të bërë gjëra. Madje edhe lëvizja po bëhej e dhimbshme. Medikamentet e saj nuk jepnin shumë rezultate dhe mjekët nuk po bënin asgjë. Aleksi ndihmoi nënën e tij sa mundi. Ai bënte të gjitha punët e rënda në shtëpi. Në pranverë, ai mori njoftimin për shërbimin e detyrueshëm ushtarak. Kur kaloi ekzaminimin mjekësor, u shpall i aftë. Mjekët konkluduan se ai ishte plotësisht i shëndetshëm dhe problemet e tij me tensionin e gjakut në akademi ishin për shkak të shqetësimeve. Edhe pse Aleksi ishte i mërzitur, ai nuk e refuzoi ushtrinë. Ai ishte një burr që e konsideronte shërbimin ushtarak të nevojshëm për çdo njeri. E vetmja gjë që e shqetësonte ishte nëse nëna e tij do të ishte mirë e vetme. Por Ana nguli që ai të shërbente. Mjeku tha se mund të dorëzonte dokumente për të hequr dorë nga shërbimi, por Aleksi vendosi se shërbimi do ta ndihmonte për përpjekjet e tij për të ardhmen për të hyrë në Akademinë e Policisë, të cilën do ta bënte sapo të kthehej. 18 muaj kaluan shpejt. Kur Alex u thye në shtëpi, ai po përgatitej për universitet. Por në fund të vitit 2013, një seri ngjarjesh fillua në Ukrainë që do të ndryshonin jetën e shumë njerëzve, përfshirë edhe atë të Aleksit. Më 21 nëntor 2013 filluan protestat që u quajtun Euromajdan ose Revolucioni i Dinjitetit. Protestuesit dhe policia u përplasën dhe protestat përfunduan në mars 2014, kur presidenti Viktor Yanukovych u largua nga detyra. Nga fundi i shkurtit deri në fillim të marsit 2014, ushtarët rus nga Rusia dhe anijet e detit të Zi shfrytëzuan ndryshimet e pushtetit për të pushtuar Krimen. Pas pushtimit dhe një seri e fjalimesh pro-ruse në Ukrainë, ushtarët rus hyrën në Donbas në Ukrainë. Lufta në Donbas filloi me kapjen e qyteteve ukrainase Slavjansk, Kramatorsk dhe Druzhkivka nga ushtarët rusë të drejtuar nga forca speciale ruse më 12 prill 2014. Alex gjithmonë kishte qenë patriot dhe u ofrua vullnetar për të luftuar në Ukrainën lindore. Ana ishte jashtëzakonisht e shqetësuar. Natyrisht, asnjë nën nuk dëshiron të dërgojë djalin e saj në luftë, por ajo e kuptoi se mbajtja e tokës dhe vendit të saj nga pushtuesit ishte detyrë çdo qytetari. Krahas shqetësimeve, Ana ishte krenare që kishte rritur një burr të vërtetë që mund të mbronte adheun e tij. Në fillim ajo merrte shënime të shkurtra nga ai që thoshin jam mirë, jam gjallë dhe i shëndetshëm. Ajo e kuptoi se ai nuk mund të shkruante shumë, e lëre më një letër të plotë, kështu që ajo e çmonte atë që kishte. E vetmja gjë që mund të bënte ishte të lutej te Zoti për të mbajtur djalin e saj të sigurt. Por mesazhet ndaluan së ardhuri. Ajo priti me durim. E kuptoi se duhet të shkonte te ushtria për informacion, por e vonoi, e friksuar nga ajo që mund të zbulonte. Shkoi nga një zyrë në tjetrën. Më në fund një oficer pëshërëtiu u uli syt dhe tha: "Më vjen keq, por djali juaj rezultoni zhdukur në aksion. Ka pasur një betejë të rëndë dhe ai nuk u gjet mes të plagosurve ose të vdekurve. Sapo të dim diçka do t'ju njoftojmë." Ana nuk mund të kujtonte se si u kthye në shtëpi. Fëmia e saj i vetëm, djali i saj, kishte humbur. Ai ishte kapur, ajo u drodh nga mendimi. Ana dëgjoi dikë që tallte ushtarët e kapur. Ajo u sëmur dhe u dërgua në spital për shkak të zemrës. Kaloi një vit, nuk kishte asnjë informacion për Aleksin dhe Ana kërkoi kudo. Ajo arriti të gjente një burr që kishte shërbyer me djalin e saj, por fatkeqësisht ajo që kishte ndodhur e kishte çmendur, kështu që ai nuk mund të ndihmonte.
Flokët e Anës u zbardhën dhe shëndeti i saj u përkeqësua çdo ditë. Kaloi në pension invaliditeti dhe mori ndihmë nga një punonjës social. Shpesh ndërronte për Aleksin, por një ditë pati një ëndër që e zgjoi e dërsitur. Dëgjoi zërin e tij në ëndër që thoshte: "Mami, më ndihmo, jam gjallë, por nën tokë." Ana nuk besonte në magji, por pas asaj ëndre, ajo ishte sigurt se djali i saj ishte gjallë. Ajo rinisi kërkimin dhe kontaktoi të gjitha organizatat qeveritare, bamirëse dhe vullnetare që mundi, por pa sukses. Kaloi dhe një vit. Problemet e saj me nyjet u përkeqësuan për shkak të ankthit dhe tani ajo ishte lidhur me karrike me rrota. Një herë në çdo stin ajo shkonte për masazhe. Maria, masazhatorja e saj, ishte një grua e mirë, por duke e pakënaqur për Anën. Ndërsa bisedonin, Ana mësoi se Maria kishte qenë kirurge, por pas disa ngjarjeve ajo nuk mund të mbante më bisturinë dhe ju kthye masazheve. Ana nuk pyeti për detaje, por i tregoi historinë tragjike të zhdukjes së djalit të saj. Kur mbaroi, ajo mori një album fotografish nga tavolina dhe i tregoi Marias një foto të Aleksit. Fytyra e Marias ndryshoi kur e pa dhe tha: "Mendoj se e njoh atë." "Si?" tha Ana me dyshim. "Duke ndryshe, por jam sigur që ishte ai," tha Maria sikur po fliste me vete. "Zot, të lutem, më trego ku e ke parë djalin tim," ju lut Ana. Maria pshërëtiu dhe filloi historinë e saj. Ajo dhe burri i saj ishin kirurg që punonin në Donetsk. Kur qyteti u pushtua, ata vendosën të zhvendoseshin në territorin e kontrolluar nga Ukraina, por fatkeqësisht ishin shumë të ngadaltë. Ushtarët prorus hyrën në shtëpinë e tyre dhe i kërcënuan me armë që t'i ndiqnin për të ekzaminuar të plagosurit e tyre. Burri i saj tha se nuk donte t'i ndihmonte, kështu që ata i shëlluan për rezistencë. Maria u hodh drejt tij, por u godit në kokë. Kur u përmend, ndodhej në një vend të panjohur. Ajo u dërgua te të plagosurit, ju dha një çantë me instrumente dhe ilaçe dhe u kërcënua me armë për të ofruar kujdes. Pastaj u mor dhe u largua. Nga ajo që ajo kuptoi se do të vritej. Ajo u shty dhe raposht në një grop të mbuluar me një grill. Kur shikoi përreth, pa një burr. Ai ishte i lënduar dhe kishte tronditje, por ajo nuk kishte asnjë mënyrë për ta ndihmuar. Në mëngjes ajo shikoi fytyrën e tij. Ai nuk mund të thoshte asgjë. Maria u nxorr shpejt dhe kuptoi se do ta vrisnin. Ajo u hodhë hoq nga një ushtar dhe duke mos pasur asgjë për të humbur, i kërkoi që ta linte të ikte në vend që ta vriste. Kur ai e çoi në skajin e kampit, papritur qëlloi në ajër dhe i tha: "Ik." Ajo vrapoi. Për fat, kufiri ishte afër dhe ajo u shpëtua shpejt. "Kjo është historia ime. Nëse burri në ato grop nuk ishte djali juaj, atëherë ngjante shumë," përfundoi ajo. Vendbanimi ku ndodhi kjo gjë ndodhej në të ashtu quajturën Republikën Popullore të Donetskut. Ishte rrezikshme për Anën të shkonte vetme. Maria tha se njinte një person që mund të ndihmonte. Ana udhëtoi nëpër të gjithë vendi dhe udhërrëfyesi i saj ishte atje. Disa burime i thanë që të shkonin te një biznesmen lokal që kishte disa të rinj që punonin në firmën e tij nga vende të panjohura. Kur tregoi foton e Aleksit, udhërrëfyesi vuri re reagimin e burrit dhe pas disa këmbguljeve, ai pranoi se një nga punëtorët e tij ngjante burrit në foto. Ai gjithashtu tha se burri nuk ishte mirë dhe nuk mbante mend emrin e tij apo si kishte arritur atje. Ai e kishte marrë dhe burri kishte punuar për ushqim dhe strehim për më shumë se 2 vjet. Në atë moment i riu doli nga kasollja. Zemra Anës u drop. Ishte djali i saj, ishte Aleksi. Ajo vrapoi për ta takuar. "Përshëndetje, kush je ti?" pyeti ai duke mos e njohur. "Unë jam nëna jote, biri im," tha ajo përmes lotëve duke përqafuar sa më fort që mundi. Nxjerrja e tij nga atje kërkoi lidhje dhe paratë e udhërrëfyesit, por Ana ishte gati dhe kishte disa kursime. Me rëndësishmja, ajo e gjeti dhe shpëtoi fëmijën e saj. Kujtesa e Aleksit u kthye me kalimin e kohës. Ai mësoi të jetonte përsëri dhe po ashtu edhe Ana. Pasi u kthye, ai filloi të ndihej më mirë. Maria u bë një mik e familjes. Ndonjëherë është e rëndësishme të mbash shpresën, pavarësisht pengesave, dhe kur të gjithë të tjerët tashmë kanë hequr dorë.